që nga fillimi i vitit nuk kanë marrë paga. Përveç kësaj, thonë se kanë marrë përgjigje negative nga Ministria e Financave për vazhdimin e kontratave të punës. Për këtë arsye, disa punonjës të klinikës së fëmijëve ngritën zërin para Ministrisë së Financave, duke kërkuar pagesën e pagave, vazhdimin e kontratave të punës dhe zgjidhje të përhershme të statusit të tyre. Një nga protestueset tha se kërkesat e tyre për vazhdimin e kontratave ekzistojnë që nga viti 2019, por edhe pas pritjesh të gjata, përgjigjet kanë qenë negative. Nëse nuk ka pasur qëllim për vazhdimin e kontratave, atëherë pse përgjigja është vonuar 5 muaj? Për çfarë arsye punëtorët janë lënë të vazhdojnë punën deri në fund të muajit maj, ndërkohë që kërkesat kanë qenë në pritje nga muaji janar? Si është e mundur që mbi 90% e institucioneve shëndetësore kanë marrë përgjigje pozitive, ndërsa për klinikën tonë vazhdimisht jepen përgjigje negative, pa argumente dhe pas sqarime të sakta. Pas kësaj konference, një e punësuar në Ministrinë e Financave që u prezantua si shefe e kabinetit të ministres Gordana Dimitrievska-Koçovska i ftoi në takim. Pas takimit, punonjësit thanë se nga ajo morën premtim që do të angazhohen për të parë nëse situata ka ngecur në Ministrinë e Financave apo diku tjetër dhe se brenda javës do të japin informacion. Po, shpresat i kemi të këto i kemi. Shtash të shka do vendosin atone. Shtash... Po, besoj që po. Se tha, ato vetë ishin, tha jemi kanë, tha e dimi shka do me thonë spitali fëmijëve, shka do me thonë, se vetë ishin print ishin. Punonjësit thanë se përgjegjësi kanë edhe nga Ministria e Shëndetësisë, por sipas tyre, Ministri Azir Aliu ka pranuar se ka pasur gabime procedurale nga ana e institucionit që drejton, por pavarësisht përmirësimit të tyre, përgjigja nga Ministria e Financave ka mbetur negative. Po ashtu treguan se bëhet fjalë për rreth 50 të punësuar me status të pazgjedhur dhe 6 muaj pa paga, ndërsa në mesin e tyre ka staf me deri në 8 vite përvojë pune të pandërprerë në klinikën e fëmijëve.